pra është shpërblim pe Zotit, është mëshirë pe Rahmanit. Dhe çdo sure e Kuranit që fillon me Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Dhe ky Rahman, ky mëshirues, mëshirbërës na mëson si me i mëshiru prindrit kur ata të arrin pleqërinë e tyre, se si me i mëshiru me të vegjlit kur ata janë pa përkraje, janë të vegjël, halos kanë shukom, halos mujnë me folë sa duhet, halos kanë mësue, halos janë forcue, janë pra halot vegjël, me i mëshiru me të vegjlit, si që në mësëri dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, mëshironi ata që janë në tokë, ju mëshiroj që ai që është në qiell. Mëshironi tha më të vegjlit, edhe ata që janë më të moshuar, sepse do vjen një moment i caktuar që edhe ne do të arrijmë atë moshë. Dhe duhet jemi prej të mëshirshmeve, të mëshirojmë, sepse mëshira është pra urdhëresë prej mëshiruesit, prej Rahmanit. Dhe normalisht se kur ndalemi dhe mendojmë rreth këtyre ajeteve të Kuranit, ne duhet të reflektojmë. Të reflektojmë për ndryshim. Sepse Zoti na than Kur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten. Ka shpëtuar ai që lartësoi Zotin e vet, Rahmanin, Rahimin.